Le të marrin për të çmendur, le të marrin për e hallakat, si që themin e populli. Le të marrin për një person që e ton veç veten, një person që kjo s'ka dert. S'ka dert. Nuk prish punë. Le të mendojnë çfarë të dojnë. Le të llogaritën në mendjen e tyre çfarë shpirti tyre t'ju thot. S'ka rëndësi. Ama ti, vazhdoj rrugën tënde, sikur këta hapat. Vazhdoj rrugën tënde. S'ka rëndësi. A mendojnë ashtu, a mendojnë kështu. S'ka rëndësi. S'ka rëndësi, who cares. Ama gjendja jote emocionale ka shumë vlerë. Sa ka vlerë. Sepse askush nuk vjen dhe të bëj tak, hej, ja je mirë, a ke nevojë për diçka? Mos ndoshta, a ke nevojë për diçka, jam këtu për ty. Ti me vetën tënde. Të jesh ti për vetën tënde. Kur ti je për vetën tënde, aty, dhe t'ja dëgjosh shpirtit tënd, dëshirat, nevojat, më beso që gjithçka do të ndryshoj rreth teje. Gjithçka. Do të vinë mësimet, do të vinë mentorët, do të hapen rrugët, do të hapen dyert, do të hapet gjithçka që ty as mendja nuk ta ka marrë mend, që ekzistojnë ato rrugë, ato njerëz, apo ato mundësi. Por nëse ti nuk e dëgjon brendësinë tënde dhe nuk je aty për veten tënde, ato të tjera që përmenda nuk do të vinë. Se do të vinë ato, s'ka mundësi, s'ka shans, nuk pikin prej qielli, por vinë nga këtu brenda. Nga këtu. Eja në Instagram. Sepse aty besoj që ka ndonjë foto apo ndonjë koment që mundesh të lexosh, që të ndihmoj ty për të ardhmen tënde, apo ndoshta edhe për momentin, diçka që ti je duke kërkuar përgjigje, ndonjë video, ka diçka për zbulu.